Në Vlorë po diskutohet një paketë vendimesh që shkon përtej ndryshimeve rutinë në buxhet. Bashkia synon të përdorë rreth 183 milion lekë të trashëguara nga viti 2025 për investime, paga dhe shërbime, duke sinjalizuar një fazë të re zgjerimi financiar dhe administrativ. Pjesë e kësaj pakete janë ndërhyrje konkrete në qytet, si rikualifikime urbane, punime infrastrukturore dhe investime në emergjencat civile. Por krahas tyre, po shfaqet një model i ri. Bashkia jo vetëm shpenzon, por po krijon dhe burime të drejtpërdrejta të ardhurash nga hapësira publike. Rasti më i debatueshëm është ai i plazheve. Bashkia propozon një tarifë prej 700 lekësh për çadrat në plazhet publike. Sipas llogaritjeve, nga rreth 1800 çadra në një sezon 90 ditor, priten mbi 114 milion lekë të ardhura, ndërkohë që kostoja e shërbimit është vetëm rreth 6.6 milion lekë. Kjo tregon qartë se nuk bëhet fjalë vetëm për mirëmbajtje, por për një aktivitet me fitim të konsiderueshëm. Bashkia justifikon këtë si një alternativë më të lirë se tregu privat dhe si mënyrë për të garantuar rend, pastërti dhe siguri. Por problemi që ngrihet është tjetër. Kur i njëjti institucion që vendos se rregullat hyn dhe vet në treg, lind pyetja nëse gara mbetet e barabartë për biznesin dhe nëse interesi publik mbetet prioritet. Nga ana tjetër, për qytetarët më të dobët ekonomikisht kjo tarifë nuk është e vogël. Pensionistët, familjet me të ardhura të ulta apo të papunët rrezikojnë të përjashtohen nga plazhi publik, duke kthyer detin nga një jetë drejt në një luks. Ekspertët theksojnë se një politikë e drejtë duhet të parashikojë lehtësi apo zona pa pagesë për këto kategori. Ndërkohë bashkia po rrit dhe numrin e punonjësve dhe po hyn në fusha të tjera si administrimi i mjeteve të bllokuara, duke ndjekur të njëjtën logjik, kontroll mbi territorin dhe krijim të ardhurash. Në thelb, Vlora po përballet me një ndryshim filozofie në administrimin e qytetit. Pyetja që shtrohet është e thjeshtë: apo përmirësohen shërbimet për qytetarët, apo po rritet vetëm pesha financiare mbi ta? Përgjigjja do të varet nga një element kyç. Nëse të ardhurat e mbledhura do t'i kthehen realisht qytetit, apo do të mbeten thjesht shifra në buxhet.